Shaqiri, provokimet na forcuan ndaj Serbisë. Xherdan Shaqiri dhe Granit Xhaka shkaktuan bujë në mbar botën me festën e golave të Zvicrës 2-1 ndaj Serbisë në kampionatin botëror 2018, duke formuar figurën e shqiponjës dykrenare. Provokimet ndaj dy lojtarëve shqiptar të Zvicrës kishin nisur shumë ditë para ndeshjes, kryesisht në rrjetet sociale, dhe kjo krijoi një ndjenjë të fortë për të fituar. Shaqiri është një nga futbollistët më të shquar në historinë e Zvicrës, me shumë suksese në karrierë dhe momente të paharrueshme. Një prej tyre është padyshim festa me shqiponjën dykrenare pas golit ndaj Serbisë në Rusi, një moment që vazhdon të diskutohet edhe sot. Kapiteni aktual i Zvicrës, Granit Xhaka, ka bërë një festë të ngjashme. Në emisionin Grenik Direkt në televizionin zviceran SRF, Shaqiri foli për këtë moment dhe për shumë tema të tjera, duke përfshirë përfaqësuesen e Kosovës, rikthimin te Bazeli dhe kujtimet e fëmirisë. Shumë gjëra u shkruan atëherë. Familjet tona dhe ne u provokuam jashtëzakonisht shumë nga serbët para ndeshjes së Kupës së Botës. Kjo na dha një motiv shtesë për të fituar dhe në fund të vitit vetëm fitoria sportive kishte rëndësi për ne, deklaroi Shaqiri. Xherdan Shaqiri ka prejardhje nga Zhegra e Gjilanit dhe ka luajtur me sukses në 125 ndeshje për Zvicrën, duke qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm të përfaqësueses helvetike. Për shkak të lidhjes me Kosovën dhe vendin që përfaqëson, ndeshja mes Kosovës dhe Zvicrës më 18 nëntor në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë do të ketë një rëndësi të veçantë për Shaqirin. Kosova do të luajë në udhëtim ndaj Slovenisë, ndërsa Zvicra e pret Suedinë. Aktualisht Zvicra ka 10 pikë, 3 më shumë se Kosova. Nëse Kosova nuk humb ndaj Slovenisë dhe Suedia e mposhtë Zvicrën, atëherë në Prishtinë mund të zhvillohet një finale për vendin e parë në grupin kualifikues për botërorin 2026. Sigurisht që do të jem për të dyja skuadrat, Kosovën dhe Zvicrën, por do të mbështes natin, u shpreh Shaqiri. Ai shtoi gjithashtu se jo të gjithë zviceranët kanë shpirtin luftarak të kosovarëve dhe se Zvicra ka arritur shumë suksese në futboll, fal personaliteteve të ndryshme që kanë kontribuar në përfaqësuese.